Ndeshja mes Shkëndijës së Araçinës dhe Arsimit të Xhekranit konsiderohet një mini derbi javës së 4 të kampionatit, me që për herë të parë luajnë njëra kundra tjetrës si anëtare të elitës së futbollit vendor. Araçinasit në 3 xhirot e para ka një disfac në javën e parë, barazim me Sileksin javën e dytë në Çajir dhe fitore në transfert kundër Tikfeshit në Kavadar në javën e tretë. Pas fitores në Kavadar, skuadra e Beratimerit është motivuar të vazhdon rrugtimin e sukseseve edhe kundër Arsimit, kësaj radhe para tifozëve të vet në Çajir. Trajneri Beratimeri për televizionin Koha deklaroi se sfida me Arsimin do të jetë shumë e vështirë. Na pret një ndeshje shumë e vështirë, ne kemi shumë respekt për ekipin e Arsimit, mendoj që jemi shumë serioz gjatë tërë javës që të punojmë të japim maksimumin. Edhe shpresoj për rezultat pozitiv, por e rëndësishme është që futbollistët duhet ta kuptojnë se nuk ka ndeshje të lehta në kategorinë e parë. Jam optimist, presim fitore, por nuk do të jetë e lehtë. Futbollisti i Arsimit Fatjon Jusufi tha se pas 2 dështimeve në 2 xhirot e para, fitoria kundër Bashkimit sadopak ktheu vetbesimin edhe kundër Shkëndijës së Araçinës dhe do të mundohen të nxjerrim rezultat pozitiv me angazhimin maksimal të gjithë ekipit. Ekipi i cili do të bëjë më pak gabime, besoj se edhe do ta fitojë ndeshjen. Ne kemi analizuar kundërshtarin edhe po punojmë në atë aspekt. Mendoj se ndeshjet e para ne që i kemi luajt janë një shembull që nuk duhet marrë, pasi është fillimi i kampionatit edhe shumica e lojtarëve ende nuk ishin komponuar me ne. Më shumë jemi të hendikepuar nga viti i kaluar, sepse kemi humbur kimin paksa. Shumica e lojtarëve, shumë lojtarë kanë ndruar ekipe dhe shumë të tjerë kanë ardhur tash. Po besoj se ngadalë po e kapim edhe forcën fizike, edhe po kryejmë ndikimi bashkërisht si ekip. Edhe besoj se pas kësaj ndeshje pas ndeshjes me Bashkimin ngadalë ne do e kapim ritmin, edhe do të shkojmë në secilën ndeshje pa marrë parasysh jemi jashtë apo brenda për rezultate pozitive. Në terrenin e FFM-s, me fillim nga ora 17 do të përballen Skopje me Tikfeshin e Kavadarit. 2 ndeshjet e fundit të javës së 4, Vardari Sileksi dhe Shkëndija Struga Trimlum zhvillohen të hënën.